Mitrovicës, procesi i aplikimit për vlerësimin e dëmeve nga vërshimet e fillim vitit po zhvillohet pa vështirësi. Deri më tani kanë aplikuar rreth 70 qytetarë. Përveç vlerësimit të dëmeve në shtëpi, do të jenë edhe 2 komisione tjera ad hoc, të cilat do të bëjnë vlerësimin e dëmeve në biznese dhe përkatësisht në prona bujqësore, cilat mund të kenë pasur dëmtime. Aktualisht kemi rreth 5 zona të prekura, do të thonë ka familje nga Këshishi i Madh me rreth 5 familje, tek lagja e Kurudha, Villa Lux që njihet ndryshe, tek tuneli, tek Lisicët, lagja 2 Korriku, si dhe lagja Martires e Studimes, që edhe kjo është në zonën 2 Korriku, lagja Vaganis dhe një familje në Tjegullore. Në numër total mund të jenë dikon rreth 40 ose më shumë, por shifrat e sakta nuk i kemi nxjerrë ende deri në përfundim, për shkak që nuk e dim nëse edhe dikun ku i ka marrë vërshimet në obore, a kanë pasur të dëmtime edhe në shtëpi, sepse banorët janë evakuuar për shkak të rrezikut potencial. Komunat janë përgjegjëse për vlerësimin fillestar të dëmeve, ndërsa kompenzimi mbetet obligim ligjor i ekzekutivit. Komisionet komunale përpilojnë raporte që pritet të marrin miratimin e kuvendeve komunale për të dërguar tutje për verifikim në Agjencionin për Menaxhimin e Emergjencave. Procedura ka shumë e thjeshtë dhe aplikum shumë lehtë, e kryetëm aplikimin, edhe shumë e thjeshtë, ka dorëzime shumë mirë, gjithçka përfundoi me rregull. Domet kanë qenë disa pjesë kanë qenë shumë mëdha, disa pjesë kanë qenë më të vogla, por përgjithësi në objektin tim janë kanë disa dome kaq të mëdha, për shkak se magazinat me patate me gjithçka që kena pas i ka vërshu uje, edhe disa prishje në kalldoja të objektit, ka ndodhur se uji i mur krejt i vërshaj krejt. Tash presim diçka për shtetet më na do diçka ndihmë. Zyrtarisht, ende nuk ka shifra përfundimtare për dëmet e shkaktuara nga vërshimet e këtij viti, ndërkohë që qytetarët e prekur presin që procesi i vlerësimit dhe kompenzimit të përfundojë sa më shpejt. Në disa rajone ka familje që vazhdojnë të qëndrojnë të evakuara, duke u strehuar përkohësisht të afërmit ose në ambiente alternative.